Policia e Shkodrës ka raportuar disa ngjarje të regjistruara gjatë 24 orëve të fundit në Qark. Një 47 vjeçare është arrestuar nga specialistët për hetimin e krimeve, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj xhaxhait të saj. Ndërkohë, procedimi penal ka nisur edhe për një 40 vjeçar i cili akuzohet për kryer ndërtimi pa leje. Në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, një 44 vjeçar nga Kosova është proceduar në gjendje të lirë pasi dyshohet se ka paraqitur një leje drejtimi të falsifikuar. Në fushën e sigurisë rrugore, policia ka nisur procedimin penal ndaj një 66 vjeçari, i cili në aksin mjet Shkodër ka përplasur një 11 vjeçar. I mituri ndodhet në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu është proceduar edhe një 17 vjeçar, i kapur duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Në Puk, një zjarr i rënë aksidentalisht në fshatin Lumzi ka djegur rreth 1 hektar sipërfaqe pyjore, ndërsa materialet janë referuar për vlerësim në prokurori. Ndërkohë, një 61 vjeçare nga fshati Lufi Pukës ka ndërruar jetë në Spitalin Rajonal Shkodër. Dyshohet se ajo ishte dëmtuar pasi ishte rrëzuar aksidentalisht në banesë. Të gjitha materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.